Një çështje tjetër që është prekur ditën e djeshme edhe nga vetë Edi Rama në Greqi është edhe ajo sa i përket ligjit luftës, një çështje që daton që nga viti 1940. Në këtë rast, pse Greqia nuk e heq ligjin e luftës, gjë të cilën e ka kërkuar edhe vetë Edi Rama ditën e djeshme? Se nuk do Shqipëria, lemër s'ka kërkuar Edi Rama, mos gënjeni, mos bështesni atë charlatan, ma është mashtrues klasik, a është mashtrues ordiner në ata të që lozin tavë në përkapene. Besoj të ai, jeni mirë ju asini mirë. E deklaroi ditën e djeshme që është një çështje që duhet zgjidhur. Jo, nuk bëhet me deklarata të tilla se ato i bën për të gënjur juve, po jo mua. Jo, zotri, mua s'u gënjen dot, unë po t'i shanë më të ti, do i thosha grekut kështu, stop, ose heq ligjin e luftës, ose do vëm trau në kakavije. E more vesh, kështu bëjnë burrat. Jo, si që bënej tallet me shqiptar, duhet hethta një shashk atje dhe ja. E shikoni more, Edi Rama kërkoi që të heq Greqia ligjin e luftës, turpin të mesëm është. Mashtrim sikur flet me fëmijë. O Edi Rama, nuk kemi fëmijë ne, more charlatan, more i pabeth. Në këtë rast, çfarë po bën Greqia dhe sa gjasa ka që ta heq ligjin e luftës? Nuk e heq ligjin e luftës Greqia, sa kohë që tjetë Londra në pushtet edhe të tjetë Londra më këmbë. Ka mbështetjen e Londrës, ka gjithë mbështetjen angleze dhe të Bashkimit Evropian. Nuk e heq, mori, heqeni nga mendja. Nuk e heq Greqia ligjin e luftës. Këtu jemi, do rrojmë, do shikojmë. Jo e në miri nga unë, do rronim shumë nga unë, do të shikoni. Kur Greqia pa marrë jugun e Shqipërisë nuk heq ligjin e luftës. Pra temba. Po në këtë rast vetë Edi Rama, çfarë është duke bërë në mënyrë që Greqia të ndërmarrë një akt të tillë, pra për të hequr ligjin e luftës, sepse ky ka ndërmarrë iniciativa të tilla për të zgjidhur çështje globale dhe nuk zgjidh një çështje të tillë? Po bën atë që e mbështet Greqinë me të tëra mjetet dhe mënyrat për të mbajtur ligjin e luftës në fuqi dhe për të pretenduar jugun e Shqipërisë. Këtë po bën Edi Rama. Kujt i shërben në këtë rast? Interesave greke dhe çifute dhe antikombëtarëve shqiptar, kundërkombëve shqiptar, ka mbështetjen absolute të diasporës Edi Rama në këtë tradhti që po bën. Ta djojnë ata që janë diaspor, po ka një burr nga ata që e mbar vetëm për patriot, të vit debatoj me mua. Të vërtetoj unë si them unë, por si thon ata. Ata e kanë tradhtuar Shqipërinë, tani e kanë tradhtuar, jo kur thoshte Enveri. Se kur thoshte Enveri ikin nga halli. Po tani që kanë ikur kanë dhënë rehat atje, edhe nuk pyesin se ka njeri këtu apo s'ka, se kanë prindër apo s'ka, tani e kanë tradhtuar sisën e mëmave. Nga ana tjetër, Shqipëria, por edhe Greqia vetë, çfarë është duke bërë në raport me integrimin e mëtejshëm, por edhe përmbushjen e drejtave të shqiptarëve që jetojnë dhe punojnë në Greqi, sa i përket aspektit pensioneve apo edhe çështje të tjera? Nuk interesohet njeri të zgjidh problemet e sklevrëve shqiptarë që punojnë në Greqi, zotëri. Nuk interesohet njeri, nuk ka një interes të merret me atë punë. Ata do mbeten sklever dhe përsëri po e them do mbeten sklever në Greqi. Pavarësisht se janë integruar në kaq vite që jetojnë dhe punojnë atje. E ka gabim, nuk janë integruar. Janë integruar vetëm ata që janë quajtur, kanë tradhtuar dokumentat edhe prindërit e tyre dhe quajnë veten grek, minoritar grek, domethënë në Shqipëri, dhe që kanë marrë dokumenta greke dhe kanë çuar djemtë e tyre, janë 900 djemë shqiptarë që kanë vajtur në ushtrinë greke. Të cilët në rastin më të parë që do ketë luftë Turqia me Greqinë do vënë në lumin Ebro atë në kufi dhe aty do lënë kockat. Për atë i duan shqiptarë, për atë u japin letra. Dhe u kanë vënë kusht. Dërgo djalin ushtar që të t'japim letrat. Zotëri, Greqinë e kemi pasur, e kemi dhe do ta kemi hasëm të përjetshëm, armik të përjetshëm. Në këtë rast, ju si shikoni qoftë lëvizjet greke, por edhe ato shqiptare për të arritur në një pikë takim për të zgjidhur çështjen e ligjit luftës, por edhe ato të detit? Zero. Kaq. Po mirë, nuk ka shtetar ky vend
që t'i zgjidh një herë mirë këtë çështje? Ka zëngjinen, e zëngjinen shtetare të fuqishme, e atë të Akshit, atë se quanin atë. Këto janë shtetare shqiptarë. Qa thua mu, ku ke burra shteti thot? Po ku ke burra shteti mor zotëri që janë këto që thua, pse na e u nivelin e bisedës? S'ka, mor jo. Janë mbledhur gjitha rrëmbytjet e komit dhe janë futur në parlament, janë edhe quhet deputet, me listat e mbyllura të dy banditëve, Sali dhe Edi Rama. Ndërkohë kryeministri Edi Rama ka deklaruar që brenda këtij viti ka shumë gjasa që të zgjidhet çështja e detit me Greqinë. Ndërkohë sipas mediave greke, do zgjidhet favor të Greqisë, ta them unë, është zgjidhur, e ka dhënë Sali Berisha në 2009. Zoti Islami, për ta përsëritur pyetjen që t'jemi brenda kontekstit të gjithë asaj çfarë po ndodh, të paktën brenda këtyre 2 viteve, mediat greke raportojnë se, duke u referuar kryeministit Edi Rama që çështja e detit do të zgjidhet brenda këtij viti, burimet diplomatike sipas mediave greke raportojnë nga ana tjetër, qoftë duke u referuar gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë apo qoftë autoriteteve greke, theksohet se çështja ka ende probleme teknike. Pra, a mendoni se mund të zgjatet në vazhdimsi, pra edhe kjo çështje të përfundojë në kalendat greke, pavarësisht se është dërguar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë? Njerë, ne s'kemi pse ta dërgojmë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, sepse kufit tanë detarë me Greqinë janë vendosur në 1953, si me Greqinë dhe me Italinë. Pra, gjithçka që bëhet është vetëm në interes të grekëve. Dhe bëjnë këtë tymnajnë të zhurmën nëpërmjet gazetave dhe gazetarëve të tyre dhe ndonjë diplomati tek tuk, për të thënë që shiko, ne akoma nuk e kemi marrë atë që na takon në Greqi, po do ta marrim. Jo zotëri, e kanë marrë detin, po them, prap e kanë marrë, po ne nuk kemi njeri të na mbrojë. Del dikush atje dhe bën konferenca, edhe zot, Shqipëria është e paprekshme, Shqipërinë e mbron Amerika, Shqipëria, ne keni Finlandin e keni me kaq milion dollar, Finlandin me kaq, na tregon paratë e këtyre si sa kanë në kreditim. Të dalë dhe të thotë grekëve dhe shqiptarëve, të thotë qeveri shqiptare stop, dhe se ka thënë do të arrestojmë Ramen dhe asnjë si të bërë nga ato që ka thënë deri tani. Pra na ka tradhtuar Amerikani qofse ai përfaqësues direkt i Amerikës. O përfaqëson Amerikën o përfaqëson shtetin. Nëse Amerikën e përfaqëson ai zotëria që vjen aty dhe flet, atëherë na pas ka tradhtuar Amerika. Për mua rrugë të mesme s'ka. Zoti Islami, si e komentoni qëndrimin e Edi Ramës kundrejt grekëve me të cilët kapet me batuta të atilla ku shprehet se grekët e sotëm nuk kanë lidhje me grekët e vjetër, aq më tepër me filozofët si Platoni apo Aristoteli. Në këtë rast, çfarë kërkon të arrijë Edi Rama në këtë lloj përplasje që nuk çon ujë gjëkundi, duhet thënë? U bëjqefin këtyre shqiptarëve që pretendojnë ato që ka thënë Edi Rama, nuk ka asnjë arritje s'ka aty, asnjë rezultat. Do të ndryshosh historinë që kanë shkruar vetë grekët, po të s'kel në librat shkollore shqiptare të s'ke asgjë të pasqyruar nga historia. Shkoni shikoni librat e historisë në 7 vjeçare, në 9 vjeçare dhe në gjimnas. Asnjë gjë s'ka, fare. Dhe dalë dikush të më thotë, sepse Akademia e Shkencave Shqiptare, që është në fakt Akademia Sërbe e Shkencave në Tiranë, filiali i Akademisë Sërbe të Shkencave është filial. Nuk thot asnjë fjalë lidhur me çfarë të zeza i ka punuar greku shqiptarëve.